rikthyer në studio. Në fakt në pjesën e parë jemi ndalur më shumë tek teknologjia e pagesave dhe produktet që ndihmojnë në modernizimin e bizneseve, por në këtë moment do të fokusohemi tek mbështetja që Raiffeisen Bank i jep pikërisht për bizneset e vogla dhe të mesme, të cilat kanë një rol mjaft të rëndësishme në ekonominë shqiptare. Për këtë unë kam të ftuar në studio në këtë pjesë të dytë zonjën Elira Abeshi, drejtore e bizneseve të vogla dhe të mesme pranë Raiffeisen Bank. Mirëserdhët. Mirëserdhët. Faleminderit. Ndërkohë çfarë produktesh konkrete digjitale apo shërbime ofron Raiffeisen Bank pikërisht për SME-t? Platforma jonë digjitale, Raiffeisen On, ju mundson bizneseve të vogla dhe të mesme të kryejnë të gjitha transaksionet e tyre të përditshme, duke filluar nga pagesat më të thjeshta deri te ato më të komplikuara. Po kështu, neve kemi hedhur në treg edhe mundësinë për të hapur llogari të re digjitale në mënyrë digjitale dhe për të aplikuar për kredi të pasiguruara në formë digjitale. Pikërisht këtu doja të ndalesha, nëse një biznes do të hap llogari direkt tek Raiffeisen Bank, pra një llogari biznesi, sa kohë duhet dhe si funksionon? Janë shmangur ato radhët, burokracitë, pritjet që më parë në fakt ekzistonin? Po, e vërtet. Në mënyrë digjitale, çdo klient biznesi mund të shkojë në faqen zyrtare të Raiffeisen Bank dhe aty me hapa shumë të thjeshtë të vijojë procesin për të hapur një llogari digjitale. Për të kryer procesin duhet vetëm ekstrakti historik që është lehtësisht i downloadueshëm nga e-Albania, një kartë identiteti dhe gjithçka tjetër ndodh online në 10 deri në 20 minuta maksimumi nëse ky biznes do ndërpritet, sepse mund të jenë duke punuar, duke bërë diçka tjetër, por pra për 20 minuta sot mund të hapim pranë Raiffeisen Bank një biznes me 2-3 dokumenta që kërkohen online direkt. Po, për momentin neve firmosjen e kontratës së llogarisë rrjedhëse e kemi lënë në deg, por shumë shpejt ne po punojmë për të zhvilluar edhe këtë pjesë të procesit totalisht digital dhe nga shtëpia. Shumë shpejt nga shtëpia. Do të thotë që së shpejti me identifikimin e klientit dhe firmosjen elektronike të pra nga shtëpia kushdo që ka një iniciativën për të hapur një biznes, së shpejti mund ta bëjë edhe nga Raiffeisen Bank në të ardhmen, pra ju po punoni në këtë drejtim. Sa kohë zgjat aktivizimi plot i llogarisë pas aplikimit online? Nga momenti i nënshkrimit të kontratës së llogarisë rrjedhëse, llogaria është krijuar tashmë dhe klienti mund të përdorë llogarinë e tij menjëherë. Ju në fakt përdoret Raiffeisen On, që është një lehtësim të gjithë, e kemi si zyrë fiskale në dorë, pra mund të paguash sigurimet, mund të paguash pjesën e qirave, çdo gjë. Për t'ia renditur edhe një herë gjithë atyre që nuk përfitojnë nga Raiffeisen On dhe nuk i dinë gjitha shërbimet. Çfarë i ofrohet një biznesi direkt në dorë? Pagesat e detyrimeve tatimore, pagesat e detyrimeve të sigurimeve shoqërore, të gjitha pagesat në buxhetit të shtetit, doganat, të gjitha këto bëhen, dogana është 24/7, bëhen në kohë reale, pagesa ndaj partnerëve të tyre të biznesit, pagesat e pagave, bizneset kanë paga që është më e komplikuar. Të gjitha këto mund të bëhen në Raiffeisen On, tashmë vetëm duke uploaduar një dokument me të gjithë listën e tyre të pagesave dhe në pak minuta, sekonda, bëhet pagesa. Mund të aplikojnë për të kërkuar kurs preferencial që ju ofrohet të gjithë klientëve të biznesit. Mund të kërkojnë nxjerrje llogarie në kohë reale, vërtetimin e Swiftit për pagesat që ata kanë kryer. Të gjitha transaksionet e tyre të përditshme, klientët e Raiffeisen On mund t'i bëjnë. Dërgesa parash, padyshim në kohë reale, çdo gjë. Patjetër. Është një aplikacion shumë i thjeshtë. Ne kemi në vite kemi punuar për ta bërë sa më të thjeshtë dhe të lehtë për klientin dhe të jam e sigurt që ka shumë përdorues apo jo? Sot që flasim, rreth 80% e bizneseve të vogla dhe të mesme i kryejnë pagesat e tyre në formë digjitale. Në Raiffeisen On. Super lajm. Ndërkohë, aksesi në financim në fakt është një nga problematika që shpesh ngren edhe vetë bizneset, pra për të patur mundësi për të financuar, për të rritur, për të zhvilluar më tej. Çfarë bën Raiffeisen Bank në këtë drejtim dhe vetë bizneset e vogla dhe të mesme kanë aplikuar për kredi digjitale apo jo digjitale? Unë me krenari them që në Raiffeisen Bank ne jemi të parët që kemi hedhur në treg mundësim për të aplikuar dhe për të marrë një aprovim digital të një kredie të pasiguruar për bizneset. Në sektorin bankar them që jemi të parët dhe të vetmi që kemi këtë shërbim. Klientët e Raiffeisen Bank me 3 dokumenta të shkarkuar nga e-Albania, jemi përpjekur që mos t'ja u bëjmë sa më të thjeshtë të gjithë procesin e aplikimit. Çfarë dokumenta shkërkoni? Dokumentat janë ekstrakti historik i downloaduar nga e-Albania. Në rast se janë klient të vegjël, nga ata që raportojnë vetëm deklaratën e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin,
duam formën e deklaratës dhe vërtetimin e tatim taksave që nuk kanë detyrime të paguara. Sa është forma e financimit që mund sigurohet për një biznes dhe çfarë formule për llogaritni? Formulën nuk e tregojmë. Formulën nuk e tregojmë, por deri në sa shkon financimi për një biznes të vogël? Për një biznes të vogël, financimi shkon deri në 6 milion lekë të reja, e theksoj e pasiguruar. Të gjitha format e bizneseve mund të aplikojnë, persona fizik, SHPK që janë më të komplikuar, mund të aplikojnë bizneset të cilat të raportojnë pasqyra financiare, si dhe bizneset të cilat raportojnë vetëm këtë deklaratën e thjeshtuar të tatim fitimit, që janë ajo kategoria më e vogël e bizneseve. Mund të aplikojnë biznese ekzistuese të Raiffeisen Bank prej vitesh, sikurse edhe biznese të reja që mund të kanë hapur sot llogarinë rrjedhëse. Çfarë lehtësish ofroni në shtyerjen e kredive më pas? Sa frymë jepni për Kredit që mund të aplikohen janë kredite pasiguruare, janë kryesisht kredi për kapital qarkullues, mund të jenë në formën e overdraftit apo kredi me këste për një afat maksimum me 5 vjeçar. Ndërkohë, flasim pak për të ardhmen. Çfarë shërbimesh të tjera, digjitale apo aplikacionesh të reja pritet të sjellë Raiffeisen Bank për klientët e biznesit? Ne për momentin po zhvillojmë, sikurse e përmenda edhe pak më parë, pjesën e nënshkrimit të kontratës digjitale për hapjen e llogarisë rrjedhëse. Po kështu duam që në këtë proces të fusim edhe format më të komplikuara që janë SHPK-t, për momentin e ofrojmë vetëm për personat fizik, po kjo do ndodhi shumë shpejt. Nga ana tjetër, duam të punojmë jo vetëm për produktet e pasiguruara të kredis, por edhe për produktet e kredisë të siguruar. Kemi në plan që të bëjmë shumë automatizime në mënyrë që të shkurtojmë sa më shumë kohën e pritjes për klientin. Kredia e pasiguruar sot merr vetëm 5 minuta nga momenti i aplikimit deri në momentin e aprovimit, kështu që ne duam që edhe kohët për kredite siguruara të reduktohen, ato kredit pak më komplekse. Nga ana tjetër, duam që të automatizojmë dhe digitalizojmë edhe pjesën e aplikimit për një POS, RaiPos apo e-commerce. Ndërkohë, nëse i bëjmë një thirrje bizneseve që hezitojnë për të marrë kredi për shkak të frikës që kanë, çfarë do t'i thonit në këtë moment? Sot që flasim do thoya që në tetor të 2025-s, 80% e rasteve të pasiguruara për bizneset e vogla në Raiffeisen Bank kanë qenë kredi digjitale. Koha e shkurtuar për këto biznese është minimale. Në çdo moment të transaksioneve që ata bëjnë digjitale është një person që monitoron edhe kohën e qëndrimit në një element të caktuar që ai në një fushë të caktuar që po plotson klienti. Dhe në rastin e vëmbrej që ka një hezitim apo një kohë më të gjatë se sa një normalitet që ne kemi vendosur, klientët do të kontaktohen dhe do të suportohen gjithmonë nga një staf i Raiffeisen Bank. Dhe gjithmonë për çdo pasigurit të tyre do kenë bankierët tanë që do i asistojnë. Ju si e vlerësoni kërkesën për kredi nga bizneset e vogla dhe të mesme, si një ekspert në bank? Kërkesa ka qenë në rritje të vazhdueshme, bizneset po zhvillohen, mendoj që formalizimi dhe i vazhdueshëm dhe masat që po merren çojnë gjithnjë më shumë në një rritje të kërkesës dhe në bërjen e këtyre bizneseve më lehtësisht të financueshëm nga bankat, kështu që kërkesa është aty, në mënyrë që të rriten një duhet gjithmonë financim dhe duhet ta shohim bankën si partner në zhvillimin e biznesit të tyre. Dhe ne i ftojmë që në fakt të përfitojnë nga aplikacionet, mundësitë dhe formate financimit dhe kreditimit, padyshim pranë Raiffeisen Bank. Ju falenderoj që ishit në studio. Shumë faleminderit. Ka publicitet.